gjunahi imanin e dëmton edhe mund të rënon krejt. Sepse simbas murxhjeve, simbas ti fraksionit, krejt ata që shtojnë se të shqiptarë tonë zemrën e kam të mirë dhe unë jem në xhennet drejt. Ama pse nuk kryjnë farz Zotit kur, dhe pse nuk lënë haram pa bu kur, ati ne mjafton se ka zemrën e mirë. Kjo është mendimi murxhjeve që e kanë thonë këta, qysh mati, e thonë se një numër i muslimanëve, pa e ditë ka zanafillën kë mendim. Përva ka zbukuruar dreqi, këtyne tonëve, që ka pëzbukuruar atyne atje. Gjunahi dëmton imanin shumë, dhe ai gjunah mund dikoj të besimtari, me dëmtu imanin, mund dikoj që ne të rraf të ndëshkojmë, mund dikoj që atë të ekzekutojmë krejt. E pastaj, e ka mohuar, e se ka mohuar, falun pak ma heret, apo e ka bo për budallaki dhe për epshet e tia gjuna, aje mbetet mes ti dhe mes Zotit nesër, kur dalim para Allahut ditën e gjykimit.